Më 12 janar 2026, Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin e kompanisë amerikane CWP Global për ndërtimin e një parku eolik 600 MW në Tropoj. Në aktivitet ishte e pranishme e ngarkuara me punë e SBA në Tiranë, Nancy Van Horn, si dhe zëvendës kryeministria Belinda Balluku. Projekti u cilësua si investim strategjik që do të ndikojë në rritjen e pavarësisë energjetike të vendit. Drejtori për Europën i CWP, Dimitar Inçev, e përshkroi iniciativën si shumë ambicioze për tregun shqiptar. Parku në Tropoj është pjesë e një pakete më të gjerë rajonale që përfshin edhe një projekt 400 MW në mal të zi, me energji diellore dhe bateri, brenda një investimi mbi 1.1 miliard euro. CWP Global, e regjistruar në Delaware, operon përmes degëve CWP Europe dhe CWP Terra, me projekte me Europë, Australi, Afrikë dhe Amerikën e Jugut, por pa investime në SBA. Pronari i saj, Mark Crandall, ka lidhje biznesi në Serbi. Ideja për parkun u përmend që në vitin 2023 nga diplomati amerikan David Wisner, pas takimeve me përfaqësues të CWP në Tiranë, mes tyre Elvin Guri. Guri ka qenë bashkëpronar i Telekom Albania, përmes ortakut bullgar Spas Rusev, figurë e njohur dhe shpesh e përfshirë në polemika në Bullgari për lidhje të diskutueshme dhe ndikim në qarqe politike.